Ermal Sadiku është prej atyre kandidatëve që njerëzit edhe matutje nuk po dina me po si politikan, si inxhinjera, si startup guy, si njeri që ka gabu kur ka apliku për punë nga in politik. Sot po provojna me kuptu këtë vërtet. Ermal, mirë se erdhe. Është hera parë që po t'intervistoj si politikan. Para si politikan. Po, do më thonë, unë e te kena pi kafe një 7-8 vjetë, gjdo sabah, në apartment. Me pason dikush, qëre, që këtë djali ka me hin politik, që tu janë partit politike ku ka me hin, nuk ma kesh marrë menja që kemi hin letë këtë, do më thonë, kësha thonë, në vetë vendosje. E vërtet edhe kja pjesë. I kena këtë më kodët e tona. Kësha thonë, vetë vendosje, kësha thonë, Partitë Socialiste dikun të Edi Roma, dikun Bashkim Kombëtar, me Valen Muratina, me dikun. Qysh hinë, vlla, kush thirë i pari? Më thirën, më kanë thirë krejt partit, me qeni sinqert. Se ti e për më duke sigur ato femnat e bukra, më valë që për thamë, që thojnë a vedin në fund, thojnë, o vlla, po, që kë më propozoj edhe me qdo më martova, se... Ja, këtesa, qëre, une e din, ti ke qenë ndërt parë që më keftu në emisione. E vërtit. Jo, veç pak, jo ndërt partë. Po i pari. I pari. Komitet. Komitet 2016. 2016. Po. Edhe mu ka pas fillu me më hinë qef ideja që me fol, me dhonë një ide, me amplifiku zonin tem. Se Facebook shkruan diçka, po aty i merë do lajka gjona, pastaj në media fillon amplifikon idet, edhe ato komentet e rrugës, të familjarëve shëshnis, Ermal na pëlqej që kena bëjë, fillon edhe të bëhet një farë lloj dopamine, duhet me pranu këtë pjesë. Pastaj pressingu, pastaj erdhi Rubikoni. Ngjarja më e rëndë më ka ndodhur nashta në Rubikon, që normalisht nuk e kom përmend asnjëherë, po për herë parë të domethënë, e dini që në debatet televizive këta udhëhecit e emisione kanë qenë me pas pak polarizuar këtë farë. Ta bëjnë po këta knena. Edhe unë jam mundu pa u mundu nështë apo kom besu në qeverin Kurti. Kom besu me një farë ndërrimi, kom besu plot kemi besu. Kom besu një idenë që i vynë Kosovës një tranzicion, i vynë Kosovës me përvu pak edhe këta, kom besu që ndalën disa gjana sa të mu nuk më kam pëlqy për para, së më ka pëlqy qeveria. Ti belet ka pas vizitu Albini? Më ka pas vizitu mas zgjedhjeve. Pa ta shajt ma një grupo, mas zgjedhjeve. Mas zgjedhjeve më ka vizitu se cili kryeministri i Kosovës, veç me pas me qeni edhe Abdullah Hoti edhe presidentja Jahjaga. Nejse, edhe kur nuk pata ma qka me mbrojt, se fillova me pa që s'ki që shëmbrohet kja, s'ki që shëmbrohet, e pata një takim Adriatikun, një menin kafe, tharmal, latin, jetu më dalë knena, mu vynë me nejt, ka vetë vendosja. Jo, ka vetë vendosja, po një metin fillim je konë, që më thonë, zoni arsyes. Jem konë qashtu i këmë thonë vetës, me zemre këmë boat unë, së më ka thonë kërkush njët asë me mbrojt anina, asë kënja se kësha pranuat pjesë, edhe më thë Adriatiku tharmal, thamë vynë me nejt nina, thashu Adriak nuk po di qa me i mbrojt ma, nuk moj pelo që të pun krejt, nuk po di ma, nuk i qa e mbron, nuk gjejsha ma as para vetës, kur isha me vetë vetën të mendu, diçka qysh me mbrojt këtë qeverisje. Sepse ti plot njerëzve njetë, qofë biznes, qofë familje, qofë në dashni, qofë diçka jep një farë shanse, ki qef me provu diçka me thonë që po duket bukur për jashtë, talë të pi një kafe me dikan. Po kur nuk ecë, e shes po ecin projekte, s'po shkojnë premtimet, po i ndrën fjallët, s'ka zhvillim, populizëm, po linqohen njerëz, po shohen. Edhe sahare, për shembull, une, kur e kisha naj kritik të vogël, për shembull 7 lavdata i kisha për naj diçka, 8 e kisha një kritik, që atëherë fillojshin me msulmu. A shmujt me po vetë, normal, për shembull, janë plot kolegë tu që janë vetë vendosje, që ju gëzohen, për shembull, kur i turrën militantat një personi, dhe më thonë, që tu kanë erë më nuhna, më thonë, a thu që kësha bohune, a të se gjinësh me një ekip, edhe ma ne të transformën ekipit, ti hinë me ndryshu, e të ndryshën vetë. Dhe më thonë, aty nuk janë këtë këqi, dhe më thonë. Ja, nuk janë këqi, unë kom ka ra në grup parlamentar me punu me disa për tyne, ka njerës të mirë aty, po mëndej që i grupi të i prish. Grupi edhe ideologjia është të i prish, ata mas një kohë po fillojnë edhe vetë me besun që konceptet e dëmshme të venit, pa e ditë po mduko që janë të po dhe dyqysh gati i gëzon me vrati kanë, apo dhe në më qutë më rejh mua, lirimina. E lyp rati edhe lirimi, nashta edhe e arsuetojnë që atë sen, e kom vrejt këtë sen, është e dhimshme,
sepse në esencë disa për njerëzve aty mos t'i përmeni me emra kur I kom njoft jashtë vetëvendosjes nuk kanë qenë burrat këqij. Po a ti përmenëm t'jallë djegum karrierën? Ja, nuk unë se s'po du me I përmen, po nuk kanë qenë burrat këqij. Për bez nuk kanë qenë, I kom njoft jashtë. Kom pas shok aty mrena që për shembull e kam pas idol Kadri Veselin, po sot janë vetëvendosje. Kan pas Hashim Thaqin. E kam pas Hashim Thaqin. Kam pas shok që janë konë të djathtë, kështu në shtëpi bile mendoj që vazhdojnë me qenë të djathtë. Unë njëti që kanë punu të unë, përsa po që kam punu këto që kemi dalë bashkë me pi kafe. Kena dalë bashkë me pi kafe. Që më pëtë ke për kripto me ndimu ka pak, diçka, sot është minister. Po du me thonë që njerëzit edhe ndryshoj, ketë ndryshoj, nuk ka të keq ndryshimi. Unë mendoj që me gjitha ta e bardha me dzez nuk është bashkëtin me u dallun këtë aspekt. Kur linçohet dikush, kur neve na I shojnë me familje, me fëmijë, është një farë pragu që se kalon si shdash me kalu. Nuk ishtë dash me kalu. Për bes nuk ishtë dash me kalu. Unë të marë qatë shumë ofendime, qatë shumë shajtme, kur për I shoh printe mi të mërzitun, nështë atu kajt ka njëre. Le ta thirin nonën teme, le të fulin. Edhe për bes e ronë. Po di. Ja, te I kalon... Ani nona jeme ka zbulu TikTok-ën, nishma bën, që qatë kanë qitë. Te I kalon njerëzi lakon, te I kalon... Që në kuptoj mos mu pajtu me mu. Përbes edhe mu me më shatë ashtë mu ka trash lëkura 6 vjetë televizion, po me ma shoh familjen e fëmijët e këton një me pete I kalan normalitetin. Është të tepërt edhe mendoj që mujnë munal këto. Me pas vullnet të mirë, liderte po nisna pi lideri që ka mas shumë divota, unë mendoj që kjo mund mu zvoglu. Po që aty është burimi të lideri. Sepse hala asë njerë nuk e kumpa një ftesë publike për ti. Sepse nëse e bën ftesën, ai tani thot jo se unë e paranej që janë. E kupton? Po veç lideri do të me kapërcy këtë sen. Lideri do të me dalë, qoftë mas zgjedhjeve, apo I konvenon për zgjedhje polarizimi, deri bre mas zgjedhjeve I ke fitu 51%, deri edhe thuj, popull jam I dashur, apelojna pak që të... Qëre për shembull hisha, dje në gova t'y fol, në KTV folke për byron, se tash I vetë misan që I ka metë byroja për konfiskimin e pasunisë. Dhe hina këqyra thash hajt, dhe më thonë, byroja për konfiskim, kish drejt me u kthy veç 10 vjet maksimumi 10 vjet mrapa. Do më thonë, nëse ti ke pas pozit, je kon ministër në 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, deri në 2017, byroja nuk ka drejt me u kthy mo, se 10 vjet lim apati. Do më thonë, në momentin kur bëhet byroja që etablohet, krijohet, vetëm të hetime që kanë drejt me I bë me ligj është ndaj vetëvendosjes, se këta që 10 vjet janë pushtet. Do të thonë, që paradoksin, këta thojnë ai dilke janë katutën, jo veç nuk të zhvet. Sa ja veç me ty ka mira me humor, se ti 10 vjet është veç ti, domethënë, Hashim Thaçi ka kryer 2019-ën, Isa Mustafa ka kryer 2016-ën. Është 11 vjet. Nuk mundesh më u kthy, mo ligji sta lejen. Po plus është një agjencion I cili du të më marrë me mbledhjen e informata, pastaj prap shkon te prokuroria. Këtë është. Prap shkon te gjykata sa ata vazhdojnë me I sulme. Prap merret vetëm me persona zyrtar. E këta sulmet më të mëdha kanë botë të biznesmena, ato me cilat kjo byro s'ka më u marr. Mas ne që kjo tjetra edhe pra me përmend kjo oligark. Definicioni I oligarkut është kur një biznes ka lidhje me pushtetin. Ti nuk je më oligark ku pushteti është 6 vjet në dorën e dikujt tjetër. Oligarkia është kur ata të pasunit qëndrojnë prapasken edhe e dirigjojnë politika qeveritare. Po nëse këta që 7-8 vjet nuk kanë nuk janë më oligark këta, domethënë ti inshallah si ka I mon ti, përveç nëse ki oligark personal tash ti tjertë. Po, edhe sulmet më të mëdha mendoj kështu narracion derisa kanë zgjedhje gjithmonë kanë qenë, është e njoftuna intervista atij kur thot njëri suksesshëm është njëri I keq. Po. Njerëzit të ndershëm janë të varfër. Njerëzit të ndershëm janë të varfër, edhe kjo vërtet për mua ka qenë kaq ofenduese se unë kom pas qef më koni suksesshëm. Edhe mendoj që nuk ka kur gjë të pamoralshme me dashur më koni suksesshëm në çfarë do sfere. Këtu është demonizu biznesmeni si koncept. Po. Do të thonë është marrë kur termi biznesmen është më shumë term pejorativ se term I suksesit. Në fakt është veç pejorativ në mindsetin e pushtetit. Është veç pejorativ. E për mua personalisht termi biznesmen ose që më thon ndërmarrës është gjaja më e bukur që mund është sot me bon Kosovë. Sipërmarrës, me nis diçka, me marru diçka, mi pagu do taksa, mi pansu do njerëz, me ndërtu një objekt, mi pu do investime, me marru një fabrik me do. Për mua që kjo është heroji I shteteve të paqes.
qysh kanë qenë hero luftari, qërimtari në shtet të luftës, në shtet të paqes ndërmarrësi është hero. Ndërmarrësi, normal, gjykatësit edhe prokurorët edhe mësimdhënësit edhe doktorat, po me zata ndërmarrësi është ku krijohet themelet për mu, përsa është të një shteti modern. E ti që ata po i sulman mas shumë të, unë e për herë të parë një jetën teme një shtet evropian, mu i me qenë nga me, që në këmë pa që një kryeministër e sulman një biznismen në foltore, dhe më duke përmend rastin e devolve, dhe më duke kur s'kum pa një kryeministër të shteteve, qoftë edhe të shteteve që nuk janë zhvillume, po dhe në shtete si Bulgaria dhe si Moldavia që po krahasohen tash, çka nuk kom pa që si sulme të kryeministrit. Çfarë betejë është për këtë ditë që kjo normal, ai na më të varfër në Moldavia, copa ai na vë. Sot e mora bona kështu një farë hulumtimi edhe jena më mbrapa Moldavisë shumë. Po jena më mbrapa. Jena shumë më mbrapa në GDP, në zhvillim ekonomik, në integrim evropian. Në integrim evropian. Moldavia është e fokusuar në eksportet e IT-s shumë më shumë se na jena fokusuar në konsum. Na jetojmë një pjesë të madhe kemi me remitanca, ata nuk e kanë, ata janë fokusuar në zhvillim. Po. Do më thonë, jena të folë për dy shtetet më të varfra në Evropë. Po jena të folë për një shtet i cili një pjesë territorit vetë nuk e kontrollon, siç është Transnistria, edhe ka armik Rusin. E kanë që aty ndërë, e saboton sa të mune. E saboton. Plus që komplet opinioni, në Moldavi është i ndomë dikon 45-55 pro BE dhe pro Rusi. Edhe kjo shihet zgjedhje. Po kjo shihet zgjedhje. Na nuk e kena sa problem. Na pedim pse Moldavia çashtu. Plus ata kanë tash luftën afër, që 4 vjet u bën luftën apo. E kanë çaty në Prag dhe janë tu mbietu dyshysh. Absolutisht. Në 5 vitet e fundit kishim pas rritje ekonomike më të mirë se na, sepse e tha të kundërtën, edhe në çdo hulumtim që po e bën, po e vren që sidomos në 5-6 vitet e fundit. Sepse ndoshta në 20 vitet e fundit, nëse marrim me krahasim, vërtet e kemi kalu, po në 20 vitet e fundit kanë qenë qeveritë e tjera. Nëse merrem me qyr Kosovën që ka qenë zero, se dje kryeministri Kurti të kenë kom gjetë podrom me ujë. Por beza ka gjetë një shtet me polici, me ushtri, me institucione, me shumë probleme, po. Me shtet, me ambasada, me 100 e sa njohje, me autostrada. E pash një polic sumnali të shku të shtëpia para në vikend, të shku në Qabiq, tash të kallzoj venin se shkojnë e hetojnë ku ju në kon pikat, si më thonë se që si që me ndrysh janë. Edhe tha, që aty, nuk më nali për shpejtësi, po më nali kështu kontrol, që apo ti. Tha, mi kallzoj mangë të majicës kësaj këmishës, tha, këqërë tha, që 6 vjet as ne kanë ble. Që 6 vjet. Tha, ndash besësh, ndash më. Këta tha që po rekrutohen të ri, nga Ermal. Tha, po du të familja mja u ble uniformen, se s'pjave për mashteti, tha. Imagjinoje, po bosh polic, 600 euro, as di sa po kushtoj kjo uniforma. Tha, unë e qëtë këmishe kam, tha, e laj e thoj e veshi, në të kalumen, tha, gjdo vjetan e kam dhonë, edhe ma shpesh. Dhe më thonë, qka e ka folë, qysh të e ke pru vetën, polici me ble vetë uniformen për mu bon polic? Ishte edhe historia në veri për vendet ku janë të punu, edhe ku janë të kushtet e punës, edhe krejt kjo, po vërtet demagogjia që të punë ka, dhe populizmi. Ma ne që shu shoku, kër e bone e gazetari, tha, e kena gjithë podrum, tha, u konë nuj, tha, mësini të ishtu edhe uj, jo be se kanë gjithë podrum, jo be është e pa, sa dhe shkujtanë, është e pamarajshme me thonë e kena gjithë podrum, vërtet e pamarajshme, është e ullë, sepse ke gjithë një shtet të formum, para mendo me pas u theq kënë vitin 2004, s'ke pas pavarësi, s'ke pas institucione, kanë qenë të huj që i kanë kontrolu shumicën bisaneve, s'ke pas problem me rrym, sepse e ke marë përsi për me ndërtu një shtet ku në pozita u thejse për një kohë shumë gjatë kanë qenë sërbt, s'ke pas një telekom të shkatërum, s'ke pas fare, s'ke pas linjat fibrit, rrugë në për asë një katon, për në që atër që mi thonë atër, që që pas këmë gjithë? Që intervista mas shumëti? Së zakonisht, demagogjia më boni përshtypje, po pjesa nashta mas shumë të që më boni përshtypje, kur s'diti mi përmen 3 investitor për 6 vjet, se e nisi narrativen me idenë që na kanë dhonë edhe neve, për fatë kështë edhe unë i kom besu kësojnë averat. Unë e kom qenë të studiu në Gjermani edhe e kom pas kriju një farë, si këta mërgata sët, një farë u rejtje për politikën këtu, po i lypin haraq, kjo i ka lyp këtina, që i tha haraq edhe e përdori një fjallë, një term tjetër. Mujshartë. Edhe, kër i tha gazetari mirë, tha tash që 6 vjetë, përdori, përmeni ti 3. Që ka shtinja 200 vetën punë. Bilet mesëm, nuk lypi diçka. Po. Edhe kryeministri i shtetit tem, nuk diti me i përmen veç 3. Veç 3 investitor, 3 projekte e përmeni një, për cilin nuk është e vërtet. Për cilin, të Orlatin. Cili është një biznesmen fantastik në Zvicër, për ndysh është edhe zotni, edhe fantastik, edhe
por projekti nuk ka ecë, nuk... Po as nuk ka me ecë për një arsye thjesht, sepse marrëveshja me cilën shteti ja blen rrymën atina, është në çmimin e tregut, kur kush ta ndërton ato? 40 megavati. Pa ajo është, domethënë, ti këshire tregun. Vërtet. Aty e ledin aktualisht, sepse kur kush është ranum i fut ato parë, se këtu një sens po e kuptoj njerëz, që të pastaj mysafir që të më fol pak edhe për ekonomi, domethënë. Nisa nuk po e kuptoj njerëz, biznesi, incentive ka me fitu. Edhe është normale kjo, nuk duhet më jo që është vetë normale, është e mirë. Po është obligative. Obligative. Domethënë, kur i thosh ti dikujt investo, ajo ka investon me fitu, jo ti me fitu si shtet. Ajo pasoj që ka fiton ti. Po ai don me pas. Qysh me bëj me tash ty 40. What is this? Po do nuk ka asnjë logjik, edhe mu më dok jo vetë që nuk ditim, po edhe vetë ideja që e përmendi një kompani qaq të mira, qaq suksesme, qaq profesionale si Orllati mendoj që nuk është mirë. Sepse si kryeministër ti pak ajo ka edhe për mua dhe linçim, me një farë mënyrë që ajo s'ka çare pa u bë, se e tha ajo do të bëhet dikur. Ymerlia, veç aki ymer. Edhe mos e përmend emrin. Nëse përmend emra ti pak është në linçim publik, se me ata kanë nis, kanë çare pa e kry, se këtu është e Orllati sot është super kompani në Zvicër. Po. Është kënaqësi me shku me vizitu, unë kam pas fatin me i taku, me pa personalizmin që ata kanë mri me bo atje, edhe disa pi kompanive që janë në Zvicër vërtet për diasporës janë nivel ndryshe kështu për gjithçka që kemi pa. Po nuk kemi investime. Aja që mbori mu përshtypje gjithashtu ke edhe kur i tha investimet e huaja janë, që më thonë, 80% në patundshmërinë banesa. Kjo thoshte, tash ai thoshte, kjo veç rrit apo din. Kjo thëke, po të ardhmen, ata po kallzojnë që i kanë ble banesat për me jetu, po thëke ti i ke shajt në kalumen që po shkojnë në patundshmëri, edhe a ke po ka një farë padurueshmërie me bë mja kontestu. Irritohet, e ban atë një farë body language e ka dhe mek kush jetë ti me ma këthy fjallën mu. Përveç edhe gazetari ke shumë ma i sjellë shumë se që duhet me qenë. Po gati na mësu ty e po me ato tretekes e ma ne këtu dok. Që ja bën gati, po, e vërtet. Se a i thëjke, abdin se gazetari s'ka nevoj me orkes, se a i thëjke 2-3 herë e kom një të i thonë, abdin, dhe i kemi thonë që më falë që po pës që ti s'ki nevoj me kërku falje, ti veç alla pa nxesh, abdin se nuk është ti nuk je këtu me krej. Kryeministrin. Je këtu. Jo kryeminist, se cilin politikan. Po dhe jo se cilin politikan. Pa i vike ka pak keq, apo pyetjet ja bëjke, po nuk ka një herë kisha qef me thonë, hey, rrë edhe pak të pyetja. Për shembull te çështja e 140.000 njerëzve që kanë ikë pi Kosovës, ky s'de kemi një Albini atë shifër, apo dhe ke vizitës dhe ke ikë pi kësaj teme, apo dhe. Po me zata kep intervista më dopta për menimin tim shumë 5 vitet e fundit. Po më duket më ka ardhur, si thon, ka ardhur dhe fundi. Po shpresoj, po edhe ka ardhur fundi taj se më nuk po din edhe çka më u nxjerr. Nuk po ka, që tash në kur im kon pressing më në Rubikon nuk desha më ku më u nxjerr. Nuk desha ski. Dëgjoj si qytetar ki qef shtetin tën me pas me. Qoftë edhe kur i ki kundërshtar politik, kur shkon te shtëpia, thu bile për sta fëmijët e mi, ndoshta ecin dësane. Po kur ski nuk ki bre. Unë gjithmonë i them njerëzve merrni një kerr, dil shetet një pak në për Kosovë. Edhe këta diasporës mërgatës kur vinë. Shko këqyre rrugën për Podujev, edhe krasa e me rrugën për Shkup. Kënina për Podujev është e me menagjume me fukarallak. Ato anash nuk janë të kry me mirë, një fan ndriçimit dop, një fan asfaltit dop, gjithçka është e bume. Ose shko tash për pej që sa vjet, ose për vushtri edhe krasa e me rrugën për Shqipni. Është dallim esencial në qasje ndaj projekteve infrastrukturore. Është koncept këtë ndryshe. Domethënë, këtu mundohen se nuk është problem kursimi. Është problem qasja qysh e kiti ndaj investimeve. Qysh kur e menaxhon fukarallakun, kur nuk del mirë kjo punë. Kur nuk del mirë. Kur mundohesh me ble një kerr sa më të lirë se mos ai gjithë me tu prish, gjithë me të lënë rrugë, gjithë me të bëj probleme. Edhe kjo më ne që ka të bëj me qasje ndaj nuk e bën kjo njerin ashta decidivisht më të keq se më të mirë. Po e bën të gabushëm. Se ndoshta qëllimi që tash po mundohen amukon kështu shumë prapë me vëzhgim protektiv. Ndoshta qëllimi edhe nuk është me kursy buxhetin e shtetit, po ti kimë dëmtu, e që cem po mundohen am jau thonë njerëzve më thonë ç'është dëmtohet buxheti i shtetit. Pikërisht në çet mënyrë. Kur ti merr 100 milion euro dhe i shpërndon para zgjedhjeve të njerëzve ti e të dëmtu shtetin. Se çka ti dosh më thonë është nuk mjaftojnë qëllimet e mira. Jo, nuk mjaftojnë qëllimet, duhet me pas vizion konkret edhe me ditë sakt ku je mas një kohë. Për shembull, prap, po them,
kur kanë qenë qeveritë kalume, e ke pas një farë pushtetje të ndomë, edhe gjithmonë ke thonë, hajtë se kjo të uruj piksoj, kjo të uruj piksoj. Kjo ka pas 50% pushtetit. Ky është dashur me i bo politikat ma jo populiste na i herë në historitë Kosovës. Se kur e ki shumicën e pushtetit, ti e ki mekanizma që të mbrojnë pe antipopulizmit. Ish dashur me pas asimi. Ky ka pas ndorë ato dhe si ka shfrytzu, po ka vazhdu me populizëm të teprum. Do me thonë, bashkë qaj momentum, që shtetin koncept, tash me thjersu këto, është kimi mbledh dhe taksa, pri këtyne, kimi bu tub dhe pare, që thojnë tub, edhe tani me që ato pare, tub mund është me e bu një projekt të cilin nuk mund është me e bu me pak pare. Një rrug, një tunel, një ur, një qendër të madhe diagnostifikimit, një universitet supermodern, që kjo është ideja pse mbledh taksa, e këtë tani veç për merë dhe për shpëndan. Edhe kur pa ta i për edhe parë, kur e mora projekt ligjin bugjetin dhe e shtina në ChatGPT, fillova mi analizu pak qa është të ndodhë, me bugjet, me pare tona, edhe me menu pak qa është të ndodhë, si me marrë me analizu një kompani, e di që shteti nuk është kompani, veç kështë më është me analizu. Është një farfurme. Edhe e pas që shumica e pareve, të qëtyne 4 miliardve, që po thëtë kë, shkojnë transfere, subvencione, grante, ndima, je pare aty, shka për derdhej. Nuk metëshim pare kënena për investime kapitali. S'metëshim sepse e ke kriju një shtet të tillë social, i cili nuk ta lejon me qitë 4 miliardin me bo investime kapitali. Edhe i mora thash ChatGPT nxermi 10 investimet më të mëdha kapitale viti 2026. Ma i madhi ke 19.8 milion euro. Tash paramendoj çfarë shteti kur investimi më i madh kapital është 19.67 milion euro. Me një buxhet 4 miliard. Me një buxhet ti thu katale çaj ku na të shku se 19 milion euro investojnë 3 biznesmena se të më bubash, këso kanë investuar për çna mall. 200-300 milion. 200 milion. E këtë shteti me 4 miliard, projekti më të madh ka 19.6. Në të bëdheq, kryesisht janë asfalt edhe tulla, edhe projekti i 6 ose i 7 më i madh kapital ke që më nxjerrja ke rehabilitimi ose renovimi, që mi thonë tash mos gaboj, i spitalit përshëndet më ndorë në shtime. Mirë që është, po ish dosh më koni 45 ti qaj. Si ish dosh më koni do projekte përpara, më të mëdha, në aeroport. Zia ka kryet aeroport që i kënë Gjakove, ka pas pranë. Çfarë të kryeni? Ose ja ka nisa, po. Po çfarë? Ish dosh më koni aeroport, në Ekorull, ish dosh më koni qendër për AI, ish dosh më koni universitet teknik i mirë, ish dosh më koni spitali i ri. Jo, ke qendra për rehabilitim në shtime në komunën e tyne. Edhe ajo komplet i 6 ose i 7 fore që të mi thonë po kursejna domethënë i 6 dhe i 7 më i madhin në vet. Edhe u pata odin do djerës të ftofta kështu kur vijin, edhe kur fillon me kuptu çka u të ndodh me vend, edhe kur e kupton që diçka s'ka mirë çka vend. Edhe s'din çush m'ia bo. Edhe s'din tash çush me marr me transmetu, edhe i kumbo disa grafiqe, i mundu me i tregu çush mbledhet parja, se këtu parja kryesisht mbledhet TVSH dhe dogan, kur mirret. Tash kur e bën ti një shtet kur këtë parën e mbledh pi TVSH-s edhe pi doganës, edhe pi akcizës, ke i bën që ke kriju një shtet që është në varë për konzumit. Absolutisht. Tash, që kjo ty të tregon që kur po rritet buxheti, nuk po rritet që ti po krijon një mekanizëm interesant, po njerëzit po konzumojnë, po se ti po jep për me konzumu. Ti po jep me konzumu, edhe po rritet që kënina buxheti, edhe ti po thu unë e kum rrit buxhetin. Nuk e ke rriti kur gjë buxhetin sepse projekti kapitali i kim rapa, edhe parat që jetu i marr pi tatimeve në të hyra, prej tatimeve në korporata janë tepër të ulta. Nëse ti kishe bush politika zhvillimore, ty do kishin rrit hyrat në hyra se ishin punësuar njerëz, ishin rrit rrogat, ose në korporata se ishin rrit bizneset dhe kishin punuar më shumë. Ose kishe kriju politika normale, kishe thonë po i rriti taksat në dividend. S'është që i pëlqej one, po për shembull janë politikat majta, ose kishe thonë po i rriti taksat në të hyra ose po i rriti diçka. Kur gjë s'ka prek me numra këtë teknikisht. Që nuk ka ti mundesh mi falsifiku disa indikator, por nuk mundesh mi falsifiku krejt indikator. Do më thonë, janë do vene ku qeveria del cullak. Për shembull, edhe pra mu përmen aty, kur tha 90.000 familjeve i subvenciononi për rrymë. Do më thonë, çka subvencionon ti subvencionon njërin që s'ka pare. Pra, qysh mundesh ti më fol për progres, për zhvillim, ku 90.000, 1/3 e familjeve ti ka jep pare për me pagu rrymen. Pra, pak a shumë i bjen kjo adi qysh. Sikur më thonë, e kom shëru në problemet me njerëz që nuk po shohin, anonën tjetër e ka shkep syza sa po munësh. Dhe me thonë, ty po të trahton shpërndarja syzëv, se ti ke thonë që unë e kom shëru, pra ti po të trahton subvencionimi që e bën, ati po vëllë për një vend që komenzon krahacinë shumë shpejt.
Po kryesisht çdo politika sociale për fat keq berat në Ballkan kanë pas sukses. Nuk është i vetmi që ka pas sukses Vučići, ka pas sukses Orbani 17-18 vjet, sa me çdo politika, me demagogji dhe populizëm, me lujt me ndjenjen momentale të popullit. Ose për shembull që folshin për ndihma që jep këtu, që shpërndan krejt nanave, krejt fëmijëve sene, tash ja leke fojnë shtetit, se ai thëke se s'pjep veç atinat që ka nevojë. Pa ty që du me thonë, ti e ka jep për me ble vota, se ti e din që ja thëke shtetit e ki komplikum, du të mi bo dhe reforma, kur dhe mi bo birë, u bon 6 vjetë si boni se do reforma. Qëre pare që subvencionet vërtet janë jo të dhe oferë nëse emër me këqyrë, se kë pare jep edhe një studentit që vozit vetur 100.000 euro, jep edhe një studentit që me nëzjem bjetan. Absolutisht. Edhe këty në nanave lehona që janë multimilionera, po jep edhe këty në nanave që kanë. Dhe më thonë që kjo nuk e barazi. Që kjo është një budallak të cilin ti e bën për me mujt me ble vota dhe me ble paqe sociale të këtyne njerëzve tjerë. Po një pjesë buxhetit peqen edhe të këta njerëz që i ke kritikuar dhe ke thonë një njerëz pandershëm edhe aty ne po jep ti pare. Nuk po bën klasifikim. Se neve, si LDK kur kemi dhënë pare për biznesin pandemi, na kanë shoh 10 vjet kanë më na shoh kanë më thonë keni dhënë pare bizneseve. Viva Freshit ishin bjepni, Ramiz Kelmendit bjepni. Po për punëtor sepse ata i kanë mbosh çat buxhet. Ata kanë po, edhe një pa vgjevdës Viva Freshit bjepni ato ndihmat. E përmendshin. Edhe vullit edhe ti tjetër. Po dhe këta po i dhojnë. Po dhe? Këta po i dhojnë. Atyne edhe këta me lehona, me studenta, për fëmijë, se edhe çata oligart kanë fëmijë edhe kanë lehona edhe një pa e. Pikërisht. Edhe demagogjia që të punë e kosë, ti qysh me konceptualizu ma mirë. Kam të pyetje ma të shpejta, Arman. Ajde. Pyetje të pejnë dhe në 10. Okay. Pejnë dhe në 10, sa i kira pëshman që kërin politikë? Jashtë kamerave të kësha thonë 9, po kështu në kamera po të thëmë një. Një është pak 10 të shumë, a? Po, 10 të shumë, i kira komplet, i kira pëshman 10. Ndëgja, nuk i kom rashën pëshman, po qëto nuk e kom ditë që është që kaq... A se ke dita? Ja, nuk e kom ditë që kaq shumë din me të shanë, me të ofenduem, me të përshnu. Do me më thonë, mu hajnë, unë nuk kom pas asë mundësi me vjellë, se s'kom pas qasje. Do me thonë, asë nuk kom më rri. Vesh vjellë shanë gjepa, vlasës. O të bashkë, unë nuk e di asë, ku e kanë zyrën ata, a kanë zyre. Po dhe, ju do në të bashkë njerëzve që si din asë qartë, do me thonë UDB. Po. Asë akronimi nuk e din. Pejnë dhe në 10, sa është politika ma toksike se puna në LinkedIn? Dyjat janë pak toksike. A janë pak toksike? Po dyjat janë pak toksike. Kësha me thonë që është paka shumë ngjajshme njëjtë. Ka PR shumë. Pejnë dhe në 10, sa të befason fakti që në politik ki njerëz që flasin për inovacion, ama nuk din as funksionet bazike të telefonit të në mi bo. Nuk kom befason se kësha pas qef ma shumë me full për inovacion, qoftë edhe ata që nuk din, qoftë edhe ata që në telefona kanë probleme, se me full për inovacion nuk ka kush të keqe. Tu full, fillojnë me investu ka pak, e fillojnë mu bo tani... Qyshke ajo, po vetë papa Leo që e ka thirë bankën në... Jo se po. Anime, në Amerikë, e thirë bankën vetë, këma se bot pop, për me mshel një logari atje. Edhe ty full në customer service atje. Edhe aja thot, zotëri thot dëshmarët këtu, apëtën. Edhe këj thotë, qysh me tonë thët jam papa, edhe aja më shelë telefonin. Edhe ma njëna mule me vlau në edhe me thirë, e kër e merë vesh banka thirin, ja kujmë këtë parpunë, dhe me thonë, ke shumë fani, a i vartipi... A mu neve kër da thirin, që të me bode përdecim dhanave të bankës, se na i blokojnë logarit, e ka që të gjona qatë shumë Kosovë që du të mundru ligje. Në Kosovë, gjithë shka kër është kriju si legislatur, nuk është marë parasysh sa di kena do telefona në gjep me internet, me shumë fuqi. E tash do të mjaftu mi ndru gjithë shka, me thonë, nëse ka diçka që mundet me u bo online, bëne online. Nëse ekziston mundësia që sot ti mos me shku në gjykat, po me hi me gjykatësin, me telefon, se nuk ka kur gjë të keqe, këtu duket pak... Jo serioze. Inovacioni gjithmonë luftohet. Vërtet. Gjithmonë ka kësi që... Pa dituria bën ata, dhe më thonë, ti e qëtë grushtat që shtu, ti si e sigurt. Edhe kur kanë dojnë makinat me ovull, kanë thonë jetë pribet se i kena do kuaj, që kena me bo me këta kuaj. Kanë levizja ludistë në anglisht që i kanë thuj kompjuterët, dhe më thonë. Vërtet. Kur kanë dalë kompjuterë, kanë thonë që kena bo me makinat e shtypet. Tash për shembull kur shkruajnë ana statuse me ChatGPT, plot vina thonë, lebe se me ChatGPT ke shkru. Mas 10 vjetëve, këtë kanë me thonë qysh ose ke shkru me ChatGPT-ja. Gjithmonë në inovacion ka rezistencë, njëjtë është edhe këtu në digitalizim.
Pe një dhe ndajt sa ki pas presion për LDK-s me u bo njëri ma serios pak, se di... Kom pas. Halo, nuk është në natyrën teme, më do të me punu shumë për me u bo ma serios, po për bis nuk po më i ka njerë me dalë për vetës. A është problem me konë i ri me një parti ku historia është ma vjetër se sa mosha jote e partisë? Shumë problem. Okay. Shumë problem, sepse une goditna, po them kështu në aspektin politik, për gjona slat ka ndodhë në 2005, në 2011, në 2011, ta të regaj një ras ma vonë, për shemë, unë u godit që një ditë për shqitblerjen e Kecit, unë jem konë Gjermani të magistru, nuk di asë që kam... Ti e ke shqit? Ti jo e keni shqit Kecin dhe isha për besën e jo. Unë specifikisht në thonë? Unë jo për besën Gjermani jem konë. Nuk e di asë sa u shqit Mimoza Kusari u konë atë, partoni Zanulli ma kish prej mu një var klipe, e kish qit të full unë, e tani që ka thonë kjo që më ka mësosi kjo me kundër argument, e kish prej, e kish manipulu shumëllët, edhe tani unë i hongra një 500 shajt me berat, ofendime, ju e kini shqit, ti e ke bo këta, ti u dëbash, ti e hajnë, dhe që më vojnë Gjermani më konë për besë, në konvikt. Sa në s'kom shqit? Konvikt. A tutës që mas 2 mandateve, ki mu bo paka shumë një farloj politikoni zakënshëm i këti veni? Po, shumë tut, na menoj që është një pisaneve që mas shumë ti mbrenë shë dhe mënona me luftu. A është absurde që politikanët flasin për inteligencë artificiale e halo zdin një PDF me qelë? është absurde, për nuk është e keqe. Okej, po. Është absurde, për së është e keqe, menoj që është e mirë le të flasim për inteligencë artificiale. Për ndodhë dësha zhvillimi interesant në rrjetet sociale, ku vetë funit dhe sputa, dhe sane. I kom pa disa. Disa kandidat për dalin si kur janë në reklam të qerdheve me filtera, me kongë të adoleshentave, buzëqeshje. A menon që ka ardhur momenti që KQZ-ja me pas një rregull që mbi moshën 50 vjeçare ndalohet filteri baby face, mu përdor për politikanëve. Që dhe kësha do një përgjigje serioze. Jep, aj. Menoj që shumica neve, plus 40, këna dështu me kuptu gjeneratën e re, s'po dina me kuptu gjenzin, s'pja u kuptojna humorin, s'pja u kuptojna dashnin që e kanë, s'pja u kuptojna qasjen, edhe jena të umunu tash në mënyrë pak artificiale me dëpërtu të ta. E ata që i kanë 18 dhe 25 vjet, ata kanë lind mas luftës, ata nuk mundesh me i motivu me gjana shumë patriotike, nuk mundesh me u përmen presidentin ton Rugova, pa ata se din atë kohë, din. Edhe të dasht me dëpërtu të ta, jena të uduk shumë cringe, jena të uduk pak nashta matë bajat shumë se që dojtë. Edhe për mi në temë të duhet me bisedu me ta, me i bu pytje, e jo me dasht me i hinë qef me bicikla. Ajtë të dhe në terapi mi që. Nashta dhe në terapi mi që, qërën, une vetë... Që investimi i Albinit së i keqë. Une i pës mitë e mi, dhe me thonë gjithmonë, i pës diçka dhe e kum vrej që nuk është tjetër mënyrë e konceptimit gjanave për tyne, edhe ti besoj me vajza bisedon gjithkohë nëse me djalin edhe nuk është e lehtë përballë se e kemi hub votën e tyne, krejt, dhe mos na edhe duhet me gjetë një mënyrë qysh me punu. Une kom qenë, tash kur i them njerëzve kom lujt Counter-Strike, këtë po më këshyrin, ke lujt Counter-Strike, kom lujt, kom instalu Counter-Strike 2000 1.0, o shumë shtirë me të besu një 18-19 veçar që një politikan, një moshës tem ka lujt Counter-Strike, League of Legends, Dota. Qërë nësë jam ka kuptej që të punën e i ryshit në TikTok, se në TikTok jam vetë dhe me thonë, po në TikTok unë i bëj senet që i bëj në Facebook, me pak ma, si me thonë, ma të shkurta ma sene, po TikTok nuk dhe me thonë, veç me ten, këmbelin e hull, ose... E mirë që ako. Konga shumë e mirë. Konga shumë e mirë. Ama dhe ke Elminja që ta me filtera, që kishë bëhë do këse aja këngtarja Bulgarisë. Nejse. Me nëmej që aj ma shumë kish fitu vota me dal me një G-klas, se që ashtu e ka ndërtum, se sa me dal me bicikl, po aj po beson që me bicikl është ma mirë, unë besoj që është pjari ka bushëm, po është e drejtë. Po bre, interesanta. Që me G-klas me ne kishku ma shumë. Normal. Ska kush gjithë keq, unë e mujtë e kësha ble një G-klas, po dhe një koll, në shuk, që atë, edhe mi dhonë, nga një, të zbe vërdurin në i fjallë, një pytje, pëse ta shty numrin LDK? Sa ki numrin që ta shty? Kalzona qëtu, publikisht, tja bëj si mefi pak, ta opna qështu. Qëre, për numra s'kom folë kur me kërkan, është një farë luftë që ndonë parti politike, po sidomos në LDK për numra. Po, gjithkon është. Kur jenë top 10, kryesisht kjo ka të bëj edhe me nderin së teja partia, po ka të bëj edhe me lehtësim të fushatës tonë dhe zgjadore. Se kur jenë top 10 është këgja letë me u bo deputet. Zgjede, statistikat flasin. Statistikat flasin. Jashtë top 10 që të në menoj që shumica numrave, edhe vjen të rrëdhe nuk kanë nëjnë kuptim, po kje paraqet një farloj
qita e partia një farë nderi, një farë diçka, unë herën e parë mu ka caktu numin 19, nuk I kom vetë, ditën e fundit e ku marrë vesh, ma kanë që një mesazh, Genta është një vajzë shumë e mirë aty që pranë, ka thonë numër 19, I kom thonë okej, tash një ditë para se me dojnë numrat, më kanë thonë numër 23, thash okej, faleminderit, edhe vazhdojnë atutje, nuk I marrë me numra. Ama më ka çudit, qëre, edhe herën e parë, jam çudit, më thonë, kom shkru një 2-3 statuse, I kom shkru për ty, herën e parë. Nuk e kom bë namin, po mu më ka çudit dashnia e votuesit LDK-s për ty. Jo pse se meritën, po kanë herë LDK o konë pak ma konservative, apo din, e diçka ty jë ndashuru, apo din, pishodhe, në sondazhe, sene, gjithkon është Ermal Sadiku në mesin e top 3-4, s'pë du me ti prish punë, po në menoj që në tarë ki mu bëllë kryetari LDK-s, si ti jetë kur? Si ti jetë? Nuk kom në shumë aspirata të tilla, as nuk I kom menu, edhe nuk është që pres për diçka tillë unë pres me ma dhonë mundësin, edhe ma ka dhonë mundësin LDK-ja me fol, po. Edhe kisha pas që LDK-ja ma dhonë mundësin me punu, me hi edhe mi ndreq, dësane, cilat, jo pëse unë e di mas miri mi ndreq, po spaku menoj që komuniteti IT-s Kosovë din me ndreq dhe procese këtu. Se komuniteti IT-s, jo pëse njerëz të mirës e matë menqmit, po thjesht jenë me rrjedha me çka të ndodhë në botë. Njerëzit po e marrin këtë sen pak me subjektivitet. Nuk është që po dojna na. Nëse I merrmi kështu top 30 kompanitë më të mëdha në botë, 28 janë IT related. Absolutisht. E kjo nuk ka të bëjë çapo foljon, çapo fol dyja ajo të e bëj çet. Domethënë aktualisht e ki Nvidia që është $1 trillion kompani. Është ma e pasën se Japonia, Britania edhe India. Domethënë është shteti ma I pestë ma I pasën në botë. Domethënë e ki Amerikën, e ki Kinën, e ki Gjermanin, nështë është I 4, ose I 4 ose I 5, domethënë që ka që modë është. Kjo është çka po du edhe këtu në Kosovë ka njerëz që përcjellen, janë më të mirë se unë në programim, janë më të mirë se unë në inovacion. Edhe mendoj që unë jam po mënona më konzoj tyne, ku marrni pa rreziku kështu. Edhe më dhon hapësirë aty në njerëzve. Unë mendoj që muin që shtet me bësh shumë të lezetshëm edhe shumë të mirë për fëmijët e tonë. Për neve na është pak vonë, po për fëmijët e tonë muin me bësh shumë shtet lezetshëm. Vërtet. Atë kanë shtimi lezu libra të Rrugovës kërë shkua të një 14 cupa, mi thonë që tu. Të tash, kom e t'inglu shumë patetik, po jo, po I kom bo vetë, I kom shkun për bespoa, kom shku, e kom thirë... Kujten? Jo, Muhamet Hamidin e kom thirë, po e kom thirë në telefon, edhe I kom thonë për bespo, e kom thonë Muhamet, apo mi gjenë një 50 libra se dëgja, unë nuk vipi një frymës Rrugoviste, e din, e kom thonë publikisht, unë s'kom qenë asë një herë, unë im konë shumë radikal, unë e kom dasht luftën si koncept, sepse kom mendu është e vetë mja mënyrë, edhe këta ka dale, mu ka dash shumë me kuptu që ka do me thonë rrugovizmi si ide, edhe me hi, edhe me lexua si frymë, filozofie. Edhe ti edin, kur na përlau me ty në apartament, unë këtë ndryshë jem konë koncepte, tu lexua që e po... Që kini rrugovis që të ka nejtë për para. Po, e vërteta, shumë është e vërtet, edhe s'kom dash kur me rajt, edhe në fakt, me thonë drejten, lavdatat më të maja që së di marë për votuzve të LDK-s, edhe që më kanë bo mu një mirë, që më kanë thonë normal për na pëlqen, që s'po del me flamur të Rrugovës me bërtit, edhe me thonë, me dal me dy gishta, edhe me qitë Rrugovën si unë tash e qmëj ideologjinë e ti, edhe jem të mësu për ta, jem të ledzu, po kur nuk kom dal me keq për dorë, edhe me thonë që unë e du LDK-n ma shumë se jo. Krejt ata janë ma LDK se unë. Unë jam të mësu për këto punë, edhe jam të mundu me mishru tash qatë ideologji me teknologji, me tardhme, me inovacion, po nuk kom dal me qenë protagonist I rrugovizmit. Po dhe se dhe LDK ka pak gabim qasjen më obsesionu, dhe më thonë, se qëre, nuk mund është me diç parti e simpoziumeve edhe si më thonë, e teorisë. Dhe më thonë, LDK si ka mungu, Ermali, Janina, dhe njerës që janë përtej, qësoj, dhe më thonë, që bin diçka që se egzistën parti, dhe më thonë, e bin shekullin 21, sepse Rrugova, le themi profeti Muhammed, nuk ka mujt, dhe më thonë, dushmja për shtatash shekullin filozofisë. Jo, çdo gjë me, si më thonë, me eklipsu me Ibrahim Rrugovën. Prandaj LDK-ja mu po mduket me pak përpjekje, ka shpresë, dhe më thonë, që kodrat e ri mas mi përdorve si dekor elektoral, po, si më thonë, më kone ardhmja. E di, veçën edhe disa sene shumë bukura që sot për herë të parë po e tregoj një rast interesant. Kur kemi qenë grup parlamentare, kemi pas një momenti që ke pak Iran për neve, kur ke ajo rezoluta që do kemi votu, edhe patëm një farë keq kuptimi aty me grupet e tjera,
edhe më kujtohet Uka e mor fjalën e tha një fjalë shumë që më ka me tash në zemër. Për shembull tha që tha 2 herë ka pas atentat ndaj babës. E din. E moj men, po. Tha baba herën e dytë na ka mbledh edhe na ka thonë që çka do të ndodh me mu. Mos unalni, vazhdoni përpara, mos keni polarizime, mos u rrini në një tjetrin. Kosova do të më ecë, shteti do të më ecë. S'ka lidhje, mos keni armiqësi edhe urrëtie ndaj njerëzve. Po ecni edhe shtyni proceset. Ai kur Gjober Ermal nuk e tregon karakterin e Ibrahim Rugovës më shumë se sa kur ka bërë koalicion me AK-n në vitin 2004, domethënë armiqësia e AK-s me LDK-n në Dugaxhin o kon buz luftës civile. Rugova o kon çaq vizionar që ka vendos ani kur i nita është do të vetëvendosës të i thonë ju me këta, o Rugova u kon me këta, domethënë ai e ka thy pari morin. Leni këto broçkulla. Po dese lideri do të më boshit. Ai e ka thy. Ai u kon personi që u kryen ndaj tij atentat, s'po tham kush e ka bë. Po kishte u drejtu dika çanena. Edhe ai ka thonë Ramushit hajde këtu. Domethënë ka ndodhur strelci, ka ndodhur Terzema, ka ndodhur plot, ai e ka thy morin. Për mua ka qenë një për momenteve kështu të emocionale të grupit parlamentar ku tregon paranosa madhështi dosh me pas mas atentatin ndaj tij më dalën mi thon çado që të ndodh ju rrini bashk jo si LDK po bashkë me këtë partit edhe shtynë shtetin përpara edhe veç krahasoje ç't çasje me çasjen e kryeministit ton sot veç krahasoj çto dy çasje edhe ti e vren pse na tash kena polarizim pse kena urrëtie edhe pse mu mi shohin këtë çka me mi shohin për Facebook pa qenon e pjesë heqe proceseve politike. A keshit kecën dhe? I keshit distribucionin. A është Lumir Abdigjiku ma shumë profesor, a politikan, apo CEO i një kompanije që po kërkon investitor për me u rrit? Tore Lumire, me shumë ka njerë nashta mos pajtime që mi pas me ta, une menoj që kishme qenë kryeministër një 50 herë më i mirë se Kurti. Qëre? Bari, për mu bo kryeministër suksesshëm që ashtë poshtë ka ra, dhe më thonë, me Albinin, dhe më thonë, tash se cili ka mu konë me suksesshëm se Albinin. Po, edhe aty bajtona, për mes ata, Lumiri e punëtor shumë, që pak njerëz e din. Është njëri asi i pare që shkon zyre i fundit që del, që mundohet, në fund kur e shet që diçka nuk po ka ndihmë i kryen punë vet, nuk është djalë pa punëtor, është shumë punëtor. E pat intervistën ky Stephen Colbert e msheli tash emisionin e vet se e hekën pi aty. Edhe pat mysafir Obamën. Edhe tash vazhdimisht përmendet emri Stephen Colbert, më kon kandidat për president Amerikës pe demokratëve. Herë ai herë John Stewart, edhe pe thotë Obama sa a kisha mujta më kon president i suksesshëm tash, tha, çfarë tha? Mor parasysh tha rrethonat e fundit ose cili mundet më kon. Edhe pjamala i dha, if this an endorsement, no it is not. Përveç, unë mendoj që kishte mujt me qenë kryeministër shumë i suksesshëm në Kosovë. Lumiri o let me kritiku, o let me me debatu. Si ka militanta që të vinë me të shajtë shtëpia. Si ka militanta që të vinë me të shajtë shtëpia, më nësh me dalë me bisedu me ta, më nësh mu pajtu, më nësh mos mu pajtu. Po, një djali që rritë së në Prishtinë, konë që vdedot, ka kry shkollë, ka doktorun në Angli, dhe më thoni i përmbush këtë kriteret e një njeri që është shumë okej me udheq një shtet. Absolutisht. Tash tjetër nështë ta i mungon populizmi. Po. Shtë për të jetu një këmë thona, përsa i mungan që i populizmi që këtu kërkohet, sepse niveli demagogjisë e populizmi tash është rrit qas nalt, po s'ka që tash është shumë shtirë me konkurun që atë aspekt. Ku me ditë sa me pas ti kështu t'integru me është shtirë se dush me hine për oda, me tregua si muhabete, është një skenë shumë interesant, ku kur ti tregon me një odë për qysh uji, Kosova si ka pak, edhe uji e rëshqet, do më thonë, edhe fmit e mi, të vegjel e din që uji gjithmonë rrëshqet edhe dele është kënderët. Ama tash për dheke në nërës të diga, tha një 5 për dhe me në lujtë. Jo, ndësha, falke për një proces natyror që e din fmit. Një 5 vetë, ja këshin hapë sytë, ja këshin kapakin, se e kapakin dërë, e ju da jetë Hyseni që shtu ishtë zgatë me këshirë kapakin. Unë nga i shesha ata ples të u fascinu për një muhabet cëllë të kejtë e din. Uji rrëshqet edhe shkën detë ose në qean, nuk rrin, du të mja maru ato dikat, nuk ja kanë maru, nuk ja kanë maru kërkosh as një liqe se këna kriju që 26 vjetë. Po mënyra se shu spjegojke, ose kur e spjegon një farë pozite, një pikë strategjike, atje në veri, që ka emin e se i mon... Panqici, ty të duke që kë ka
ka kry specializimet në ato në Pentagon, ka nejt 20 vjet. Po. Tash më mështir me kesh. E di. Po, ta node, këqërshin, si mu konë këtë general Patoni. Se pe Panqicit, e shet dhe i Kopaonik, edhe këne na, e thonë, o vla... Person që as nuk ka qenë luft, as nuk ka... Jo, a më qasin e ka... A jërë sëguraj hoxha që dhe që bani që ka tha mënë, mësë bani që ka bëjone. Për bes Patoni nuk ka dit qas bukur me spjegu, nuk jam i sigur që s'ka dit. E vërtet. Qaq bukur me spjegu fushbetejen edhe geostrategjin ushtarake si ajme një odë. Ma ka zëj një stët, ma kështë që uniforë, dha, për para tha nuda ka thonë, tha, kur smuhët në i moshkull i shpisa, në i dikush për shpisa, o mirë me që të hoxha. Tha, kur të smuhën kejtër op të shpisa, o mirë me që hoxha në shpeja tje, kështu që këta e kanë marë hoxha, në këto alisht, i zhalla pi bjenë mulla Osmanin veti. Jena të kesh, po kanë jerë më duke që edhe është tragedi kjo, qalë të ndodhë, është tragikomedi. Ka farë kalon fjallë Ramushi, një shpit lujt. Unë sëmë po thamë që ashtu, s'kom qef. E kalzëm një sen, me vjosin që shpo kaloni? Për bes, dëgja une, prapë une kom let me të përgjit, se une nuk kom qenë pjesë e politikës kur ka ndodhë ato... Po dhe ti s'ki bad blood me kërkan aty? S'kam bad blood, mas lete kom të gjithë, une tashim të kalu mirë, s'kam, se me thonë ajo ka politikën që jenë të e shtyt ashtë të fushatën bashkë me Lumirin, nuk po muj as me i njek, as nuk po di ku po janë, po, qëre tash me thonë sinqerisht, në aspektet, se mos në këto, që kanë qenë konferenca ndërkombëtare. Ka ra me qenë aty kur ka qenë në Singapur, në Tajland, në Amerikë, disa konferenca, nuk kemi pas person, e tash nuk e di që është niveli, por nuk kemi pas person që ka ditë ma mirë me tregu situatën në Kosovë edhe në OKB, edhe përfaqësimi i saj në institucionet ndërkombëtare të tilla ka qenë më i miri që kemi pas ndonjëherë. Edhe mënyra se si i ka marrë disa marrëdhënie me disa njerëz të fuqishëm botë, edhe qysh ka ditë me dëvërtute Trumpi, mendoj që kjo ka dhënë një varë merite, edhe me pas kundërshtar politik, u dash me asgat dorën me thonë majet që kjo amur në qafë këta. Majet që derë se na vynë me pas që derë. Unë edhe te. Unë e kom thonë po, dhe më thonë, jo mytë me të, dhe më thonë, më ka sulmu personalisht. Edhe unë, dorë zemër, se kom lonë mongu. Jo, dhe po apetin, po kërë kom pate Trumpit, ja bo Trumpit thirëm telefon. Unë atë ditë kom thonë, unë i lëshova armët, good luck. Po, sepse është marrin se shmë për shtetin. Normal. E unë që të nuk po di që s'po muj me taj kalu do politikan. Që s'ka mujt me kalu kurti, që të mu ka duke rëzekshme. Në moment që unë e kom pa vjose me Trumpin, për dikën mund mu duk patetike, po për mu është shumë geopolitike rëndësishme për shtetin temë, për të ardhmen e fëmijëve të mi. Edhe që aty kom thonë, okej, lene let vazhdojnë që atë sen. Në onë edhe te, kemi bisedu para sa vjetë të shumë ku, me bo me orë Trumpi, atë kujtojë. E di, mërë, e di. Edhe tash për një moment na gjetëm presidentën e shtetit, ma miru se lëke me të se me ketë liderët e tjerë. Mërë ilan hije do, Javier Mileja, do sene që janë, kush e diku. Edhe të folë të rëmë dhe, edhe na bashkë qatë moment për hekëm për presidentë e këtë godit. Katastrofë. Edhe kjo ka qenë, une vërtet po shpresoj që ky popull ka me pa qatë sen, edhe ka me dënu për qatë sen, sepse tash na duhet me janis prej fillimit në qoftë se ky mrin, edhe po shpresoj që s'ka me mri me largu vjosin për asaj pozite, tash duhet me janis për fillimit me gjithë connections na lidhja me shkute Trumpi. Qëre, të shakonë në LDK, dhe më thonë të shakonë qëtar pronari LDK-s, që kësha bonë fushat është, dhe më thonë, tash të s'ki nevoj mu pajtuti me mu, është, dhe më thonë, vjosa me pas halo ma pivotale më konë, ma central më konë, se jam ka shë, dhe më thonë, pa ta menu që nuk e pranojnë letë, po jo, ka pranohet, dhe më thonë, nuk ka pranohet për shona për tubimet jenë bo gogja masive, posh në viti, posh anej, dhe më thonë, është interesant qërë. Nisan, kërë konë koalicioni LDK-PDK, se kanë erë, si më thonë, reagimi publikut, din më të shoku pak. Isa Mustafa me Hashim Thaqin u bën 2014, deri 2017, edhe tash u dekuraju një numër i madh i militantat LDK-s, pse hinë me PDK, unë për mua konë qeveria më e mirë që kena pas, domethënë që aja me Dullën e me Isën, kur e qiti që e prishi koalicionin PDK-ja, shumë kush thanë tash ka marrë LDK. LDK-ja ka marrë mas shumë t'i vota, domethënë 2017-ën, mas ati koalicioni. Me numra. Me numra. Shkoj. Demek, e tash
si më thonë janë strange ways që reagon publiku. Vërtet. Kur ti e pret që ka më ra, shkoj për vjet. Për disa arsye, para punës, LDK-ja dhe njerëzit e LDK-s performojnë shumë më mirë kur janë pushtet, janë profesionistë, janë teknokratë. Vërtet. Nuk performojnë mirë në opozitë. Vërtet, se janë populista, nuk e kanë. Edhe janë aktivista politik, ndoshta ndërtimi që ka ndodhur në historitë saj. Dhe e dyta, ajo qeveritë, cilën unë tash më ka të gjinaj kom kritikuar në atë kohë, pikërisht për shkak se ka pas ndodhur do premje do vive të kuqe që na si kuptojshëm si qytetar, ka qenë ndër që punoj nuk e ka asnjë rast korruptiv për 2 vjet e diçka. E dyta tash kur rri me njerëz që kanë qenë ministra të LDK-s në atë kohë dhe më tregojnë për mënyrën se si është punu, seriozitetin, kur kanë shkuar punë, kur kanë dalë pi punës, që në çast ndaj projekteve, vërtet ka qenë shumë profesionale. Shumë më profesionale se çado që ki sot. Për shembull, çka tregon një san shumë interesant, kur është largu Thaçi prej kryeministrit, edhe Kardi Sa Mustafa, thot largimi u bën në mënyrë shumë, si me thonë, profesionale, ai asnjëherë më gjatë asaj kohe si president nuk është përzi në punën e ministrave të LDK-s, asnjë përzimi nuk ka pas, asnjë kërkesë absurde. Përkundër, fakti që kur ka qenë qeveria vetvendosje LDK, ministrat e LDK-s tregojnë që kanë pas shumë presion për njerëzve të ndryshëm që ju kanë dhënë zyre, kanë thonë këqëra po keni ndaj dosje, jena tu e lyp qita, nxenë qita, se lypshin tha gjak. Po. Gjak me gjetë dikun, mos peshtina dikon burg, mos pëndzojna diçka për me përdor për PR. Në fund s'kan gjetë kur gjë hiç. Nuk kiti diçka që kanë mujt. Organizan shumë interesant, për shembull e ki Zorin Bajrami që unë respektoj shumë hikmeten, ajo e pat denoncu rastin që ndodh ministrit ajo, nxinën hojnat, kthehet pjesa më e madhe e buxheti, hojnat në burg, kjo sot akuzohet për një gest patriotik i cili ka ndodhur. Tash e mendoj se nesër të vjen ty më kon ministër, ti s'ke më guxuar me denoncu rastin, i thua aty ne. Vazhdoni. Se më bën me nzon hajnin më thojnë mu. Pikërisht. Aty sa e dhimbshme kjo që ai kena bën një popullit, e kena mush me rana, çat shumë. Sa që ka fillu populli sot plot njerëz nuk e din, besojnë që Zona Bajrami ka pas ndaj problem. Domethënë ai ka bë pikërisht çka do të më bëni njëri profesionist. Denoncon thirr policin, prokurorin, thotë çore ku i keni krejt dokumentat, krejt transparente, merrnu me rastin nxeni hojnat, edhe bëhet procesi, kryhet mirë për shtetin e Kosovës. Ajo sot në rrjetet sociale i thonë njerëzit kthej paret. Hykmete si thonë kthej paret. Po kjo te ka lënë budallokun berat. Nëse i shkon LDK-ja startup, në çfarë faze është tash, si ide, prototip, rund investime apo pivot total, domethënë ku e kishte shtiq tash të një ndërmarrje kështu 30 e sa vjeçare që ka nevojë për reforma, thella, s'është startup, LDK nuk është startup, LDK ka struktura. Ka njëherë ndërmarrje të mëdha, domethënë që si më thon e kanë të kalu jetën e vet. A ma zër mi reformu, a mi janis për fillimit? Të dyat janë zarë, nuk mundesh me nis për fillimit LDK, duhet me reformu, po duhet me reformu në mënyrë shumë ma të kujdesshme, sepse ma gentle reforms me bo, kanë provu me bo reforma dhe nuk është që kanë pas shumë sukses, po unë mendoj që duhet me u bisedu shumë me popull, një gabim që e bën LDK-ja shumë që fol shumë me zveti, edhe strukturat me zveti, nuk fol me popull. Se LDK-ja ka, si me thonë, 20.000-30.000 njerëz në struktura. Ma e mira 40.000 po thëmë struktura. Shumë. Po këtu e 1.6 milion njerëz. Edhe mendoj që gjoha kemi bu gabim dër vite që të fol me një tjetrin, kemi harru që janë edhe do popull atje që nuk din që ka ndodhë struktura. Ata dojnë informat, dojnë me komuniku me ta, dojnë me shku me vizitu, me pi një kafe, me andëgju një hall. Edhe mendoj që kjo ka qenë problematika, mendoj që LDK nuk mundet më pasi startup, po duhet më pasi një ndërmarrje që ka nevojë edhe ki raste në biznes ku shumë ndërmarrjet e tilla janë transformuar dhe janë super suksesshme. Vetëm duhet munis prej nalt edhe me u fokusu tek populli edhe tek gajlet e tyne edhe bregullohet kjo punë. Çka duhet me bëva ki që një i ri në Kosovë më thonë po LDK-ja është përfaqëson mu e jo veç LDK-ja i përfaqëson print të mi. Domethënë se ekziston që kjo domethënë. Kjo është pyetja më e mirë edhe thelbi i problemeve tona. Pra çu mundet më bë seksi LDK-ja për një 18, 19, 20 vjeçar? Kur don me bë reforma, edhe kur e ki unitetin, ti je me një farë
kryqi, se shkojnë bashkë, ose dush me bo reforma, ose me rujt unitetin. Në moment që bën reforma, hup unitetin, në moment që run unitetin, s'ka reforma. Kështu që është një farot kryqi, që dikush do të me vendos me nda, ose po shkojna, po e bojna seksi edhe po bojna reforma, edhe po i marim do, po bojna ma hot, ose po e rujna qëto strukturat e vjetra, qëtë unitet, edhe po... Pe bojmë zoj. Pe bojmë zoj. Du të më konë shumë i gudzemshëm me marë, se kanë me të kritiku, do kanë me të lonë, do kanë më këthy. Unë sot jam për me shku të votusi i ri, sepse votusi i ri me punu me njerëz për shkollave të mesme, me punu me rinin, një shdash me pas rinina si fokus, edhe sot mendoj që ndikimi i rinis tek prindrit dhe tek plesë është më i madh se në të kalumen që ka qenë e kundërta ku prindë dhe plesë i kanë tregu rinis si me votu, sot rinia i tregon ndikon të prindë dhe tek gjyshnat e tyne, edhe është për mu thelbi problemi tonë. Na nuk kemi probleme që flasin njerëzit me korrupsione, me gjana të tilla, po kemi problem që s'kemi komuniku ball me rinin, nuk kemi shumë hot që po e thu për ta. Duhet me pranu njerëz të ri, duhet me i tregu për sukseset të na. Edhe qëre me e thonë kështu ma shqip, nëse e merë me analizu, nuk ka parti ma normale për një tri se me votu për LDK-n. LDK-ja nuk i prish marrëdhënien me ndërkombëtar, nuk i dëmton bizneset, nuk i dëmton raportet shoqënore, familjare. Nuk e polarizon shoqërinë. Është pak më konservative, se është e qendrës së djathtë. Njerëz janë në një farë lloj kërkimi për drama, domethënë drama është se unë shpesh e tham, se di dikon nuk pa ta lexu, jeta më e mirë është jeta monotone, po hecë thuju njerëzve, se më thonë s'ka jetë më të mirë se ti kur shkojsh mbrëmje në shtëpi, e lën telefonin, e kthyn një film, çaja më e mirë, idealja. Po njerëz janë kërkim, si më thonë, te distraction. Unë me të bërzit mas shkurti është, ishtë dash me fokusu shumë e këtu duk nga subjektiv në teknologji. Teknologjia tek rinia është pjesë përbërëse jetës së tyre. Se cili i ri sot komunikon me ChatGPT, ka Spotify, këshyr Netflix, përdor epa të ndryshëm për me kry punë të përditshme. Shkruhet në Snapchat me dikon, ja bën dikuj në like në Instagram. Teknologjia më nuk është, si me thonë, një vegël, po është platformë mbi cilën na jetojnë. Edhe nëse na këshim gjujt fokusin kënena, unë menoj që rinia ish fillu me ardhë pak me neve. Nëse na këshim fillu me pru edhe njerëz ma shumë, ma të mirë se one këtu, gra dhe bura tjerë, menoj që tani edhe njerëz të rinis këshin orë, se këtë thonë, wow, këta po bëjshan, e pas kanë qitë vizion. Për me bu këta, duhet me manimu edhe mu, si me thonë, me ma bojë. Nëse i shkon Kosova aplikacion, ti ke marru firma jote, kompania jote ban aplikacion, cili bug duhet me o regullu i pari, dhe më thonë, se ti e shet që kjo aplikacioni jo në diqka, nuk është, dhe më thonë, po funksionon, ose crashirat, ose ka plët që si të lashësh, qar bagi a kështë regullu këti veni? Gjysen, shumë, dhe më thonë, vesh një zanë, pra ti shkon aplikacion në Kosova, ti s'kishe mujt me adrëzu ati klientit, me thonë, ta kom kry që ko ki. Jo, s'ka mujt, duhet me ribrendu pak si shtet, na kena fol 20 sa vjet jemi shteti moshë mesatare, rinia, por rinia kanë po dalin, tash nuk i kena më moshë më të ri, e kësha ribrendu pak, kësha investu shumë në digitalizim të komplet shtetit, qa po du me thonë është që kësha bo letër njeftimin digital, lene kere digitale, bankën me qelë një llogari bankare për 1 minut, komplet e kësha bo një platform bi cilën qytetarët mujnë me jetu online pi kudo që janë, mi kry këtë shërbimet e veta, edhe që kjo e kështë e ribrendu edhe në aspektin global, Kosovën si një shtet ku ata me ardhë me investu edhe me jetu, për këthejna brandin e kësha ndryshu komplet. Më thonë, që thonë, logon, po jo në kuptimin e keq antipatriotik, po logon në kuptimin e qka përfatson Kosova në botë, se nas kena mri, kjo nuk është kritik veç për vetëvenduar, nas kena mri kështu si qytetar me i dhonë brand shtetit. Nëse e shef Malin e Zi, krejt e shkuptojmë për shak Bregdetit. Ambienti Bregdetit. Nëse e shef Estonin, krejt e lidhe me digitalizim. Nëse e shef Finlandën, Norvegjin ke lidhe me jeskim, për shak se e kanë... Alo Kosova nuk ka një brand që 20 diçka vjet... Që të bjenë nërmen si të rmenet. Që kjo për mua është thelbi. Për që ata një aplikacion, kër e përmen ti kuorën, ti e din, ty me hi me ledzu, sa në interesant. Kër e përmen LinkedIn, e din për punë, për projekte. Kosova halon nuk ka brand, strategji, vizion, qyshtja dhojnë anani ndërkombëtarit idenë tonë.
nuk e instalon kërkush Kosovën, pa e di çka përfaqëson, çka ka interesant, çka mundet me bëu dikush në ta. Pse me instalu kur se ka çat brendin. Çto kisha punu mas shumti, edhe mendoj që kena kish kthy tani në investime, në popularitet, në turizëm, në ardhje të kompanive të huaja tjera. Çka është një sen që ti din me bo e shumica deputetëve nuk kanë ditë me bo, domethënë a ki diçka ti? Po di me programu, kërkush din aty me programu. Kërkush din me programu. Apo tutër që tash çto ChatGPT-ja sa ne kanë më të lanë pak, si më thon. Po tuta është pjesë e mire e kësaj jete se të shtin me mësu ma shumë, të shtin më konë ma inovativ, edhe është mirë me u tut në qëtë aspekt, se të shtin me ledzu edhe me kryt. Ngëm, si kur thujnë, programën ChatGPT-ja, thamë ngëm, o vëllohën e zdijas qysh me bo atë sen që me ma programu, dhe më thonë, ti ki, si më thonë, ti e shumë për para meje, dhe më thonë, për me bo qatë sen, kështu që s'mundet me mësu ChatGPT-ja. Po të këtaj menej që më dallon këtë botën moderne, nuk më bën matë mire se matë keq, mos kemë arrogant. Unë menej që është tool në dorën tonë. Po një vegël jetësore, cilën unë di me përdor, edhe po shpresoj që ka me pas shumë deputet se unë që din me programu shumë mirë se unë, po du të mja udhonë mundësin edhe partitë e tjera politike, njerëzve të teknologjisë me ardhë dhe me dhonë ide, jo pëse janë matë mirë, jo pëse janë matë menqëm, jo pëse janë matë burat mirë, po veç për shkak se kanë qëllu me një industri, fush, rafsh që sot botën po e ndran. Kjo është. A ka diçka që se ke ditë e të kam su ku vendi? Për shembull, që shenë raportet e juja me kolegët aty, dhe më thonë, a keni tensiona, keni... Me kolegët e dëkës këmë kalu vërtet shumë mirë, shumë mirë, më kanë ndihmu shumë, më kanë tregu pak për ato proceset, nuk jam bashkë leta, gjithçka dush me imësu si proces, du të me di që shbohet pyetjet parlamentare, du të më protokollu se kom ditë ma herët, nuk më nësh veç me marë fjallën, puna në komisione që shbohet, qëfar fuqie kisi deputet, qa më nësh me folë, që këtë këto i kuma se, me deputet e PDK-s kena komunikim normal, i kena kundërshtar politik, po me gjitha ta munësh me ta mullë edhe me debatu edhe me u përla, mu pajtu, mos mu pajtu. Pak qyrë me rejnë një tjetër. Pak qyrë me rejnë një tjetër. Me deputet vëvës në shumicën për ty në shumë shtirë me komuniku. Shumë shtirë se ka shumë ofendime, ka fjallë jo të mira, ka njerëz me ato që munësh me folë, nuk po thëmë, po me shumicën për ty në përbeso bukur fështirë. A të ka ndodhë me të ofendu jashtë kamerave sane? Po, ka ndodhë me më ofendu, ka ndodhë me më kërcnu, ka ndodhë me më kërcnu, po, edhe këm pas për jetime, po nuk këm dasht kur me u viktimizu edhe me përdor këtë rast, ose ato raste që i këm pas që me dalë para kamera me thonë që këta qa po mbojnë, po këm pas rastet të tilla në parlament ku kam pa dhe kamerat të deputetëve vendosës, ku kanë ardhë deputetëve të vendosës, më kanë shamë, kanë kërcnu, më kanë ofendu, mrena në parlament, sepse e kam pa që jone po jam pak ma aktiv, e kam pa që jone po e thëm menimin tem, kështu pak se, kum pas një rast bukur të ranë, me thonë drejtë, që kur s'kum dash me bot ma dhe s'po dua sëd, po du me përmen vetëm për shkak të hipokrizis. Sepse kur kom qenë une në katë rast, po e thëm kështu kushtimisht viktima, shumë deputet vendosë kanë kesh aty afer dhe kanë lyp dhunë. E që ka ardhë dikush me të kërcnu kështu të mamë? Po ka ardhë një person i vetë vendosës, ka ardhë më ka kërcnu direkt në parlament, ka ofendu, ka thonë fjallë të matrona, nësë krejt deputetëve të vendosës, veç se janë kund të ledëkës aty, sepse kanë gjithë momentin ku më kanë, anësi, edhe unë asë nuk më dalë mua në ku. Ermalin me kërcnu. Ermalin ma djali ri, ma djali Prishtinës, ma djali shumë, normal që s'kanë mëri me bu atë punë, po du me thonë, e kam përdor qatë mënyrë të tentativës që për me poshnu dikën, për cilën së da në kohën, kur po kanë probleme me Sami Lustakun. A gjënë Sami? Po, se me Sami Lustakun po buon viktima, po ndaj Ermalit po buon të fortit edhe po buon edhe pikrisht për njerëzve që kanë marrë pjesë në luft këm pas kërcnim edhe ofendim. Dhe më thonë për deri sa kënena, po ankohen për njerëzve po këta të luftët se tani, pikrisht për njerëzve të luftës vetë vendosës këm pas kërcnime. Po e ku marrë, që me thonë, si një diçka që ajtëse... Qëfar fjallë që në përdorë këndër të e? Kreten, debil, kime pati kur del jashtë, ajtëse foli më në te, gjanat të tila banale. Të merdë, me thonë.
Jena gati ka funi, shumina ka shkua, gati 2 orë, bo normal. Qka si mas te është ma vështirë, sepse për ndryshe është podcastat që u bon tash, dhe më thonë, Joe Rogan i bën ka 4 sahat, dhe më thonë, e bën emisionin, dhe më thonë se aty s'kiti. Veç ulen në kauqa. Po, as pa ta nxan interneti, as pa ta nxan YouTube, ja. Po, kena lon me Edi Ramën me bën një, dhe më thonë, e kena lon qashtu. Mu më pëlqen ai piktu në podcastirave, më pëlqen kë Friedman është kë një tip, by the way, programmer është edhe ai, në TikTok, në Twitter është shumë i famshëm, i ka bo me Putinin, i ka bo, pjarë jam në futja, i zga që shtu ka 4 orë, 5 orë. Okay. Qka është ma vështirë me ndërtu në Kosovë? Kompani, biznesit, a besimin me votusin? Të dyjat janë shumë të vështira. Me ndërtu kompani në Kosovë, që në njerë që ka ndërtu kompani në Kosovë, edhe që ju ka qëndru kompania mi 10 vjetë, unë i adhëraj, të me thonë vërtet i adhëraj. Se mos nësës janë konë të varën për na i farë, shumë pri shtetit ose diçka, shumë i adhëraj këta njerë se mene që janë shumë pragmatik, janë të menë që më janë punëtor. Ka diçka të ta, jo gjithmonë njerës të mirë, se ke koncepti kështë njeri mirë, tjeri keqër shumë filozofike, mos të të vraj, po përbes me maj 10 vjetë kompani në Kosovë vështirë. Edhe e din krejt ata që kanë kompani për me 10 vjetë e që më dëgjojnë. Po edhe me ndërtu besimin për votë është shumë zarë. Ekstrem e vështirë. Qaj momenti, për momentit kur e ban komit votën, dhe më thonë, djerës të shkujnë. E vërtet, edhe unë e kom pas shumë shtirë se më kanë ndodhë shumë shpejt kitë kjo. Po dhe? Më kanë dimu shumë njerës, rastet matrona që i kam berati, që nashta hitë së mirë me i përmenë, por rast matrona kur njerës të më thonë që normal, unë e kom e full me plot për ty, po unë e për veti s'mëj me votu, se e unë që aty ne i thamë gëmë, ti mu mjef që 20 vjetë, edhe kam rastet të tila, ose që 30 vjetë më njef, e din që kom bo, ma njef familjen, ma njef punën, ma njef shkollimin, nëse ti së vëtëm për mu, Allah hilja, mos i thuj kërkujt. Mos i thuj kërkujt, po dhe? Mos i thuj kërkujt, se qysh ka me të besu ty dikush për mu, kur ti s'po më vëtën mu. Unë mene që vota ndërtojt, pikresh ma ato që am njef ti mu. Jo për hatër të zotit. Jo për hatër, as për, jo për partia. Qërë dorën zemë, mënësh me votu veç për mu. Ta lejan aty veç, numërin 23 shka në prek, mundësh. S'ki nevoj, se mundësh e në tjerë me një mu, po mundësh. E dyta, e vetëm jam mundësi me marrën e fuqi në parti, është me pas ma shumë vota. Sepse vota në politikë është currency, është valut. E vërtet. Edhe ti nëse dënë me e par, lëdëkën edhe ma të mirë, në pas të pikpamjes tonë, dhe dush me mdimu mu. Më ardhë me folën e qato që a i di. Ose ati tjetrit, jo armalit, po ati që i besan. Qka i premton votusi, dhe më thonë, kur te takojsh në Vitia, në Ferizaja, dhe më thonë, qka është një sen që te premton pa e rajt ato, dhe më thonë, se zërë është apë din. Zërë është, une munona edhe munu edhe ko me vazhdu, që mës me ju premtu gjona sa t'jen jash fuqis tem, nuk ju premtoj punësime edhe gjona të tila, edhe s'kësha pas që as me më prek që aty se është vërtet pak e ndishme për karakter që e kam. Unë i premtoj që i kom i përfatsu, unë i premtoj që i kom telefonin që i 24 orë, unë i premtoj që i kom e punu për që të ven që jeta tyne me qenë ma e mirë, edhe jeta fëmijëve tyne, edhe ju premtoj që i kom u mënu që me bo që mës, që mu rrit produktiviteti i shtetit ton gjatë kohës ajo më në aty. Nuk është e letë, ka njerë ma letë mi ju premtu gjona konkrete, të prekshme, mi au qitë 100 euro, që është pjau qetë, kreminisin logari, po e kam kësho vizion me luftu populizmin, edhe demagogjin. Të shikon Ministri i Teknologjisë, që e në 3 sene që i kështë borë, man? 3 sene shpejta që më imi përmen, e para, kësha dash me digitalizu gjytësin në maksimum Kosovë, mënej që ishtë dash më kom prioritet e shtetit tonë, mënej që ka gjana që jenë të met me vjetë në sistemin gjyqësor edhe s'po kryen, e mujnë mu krya ato krejt. Shëndetësin, ta kom pas premtim edhe herën e kalume, edhe vazhdan me qenë, jo shëndetësin sa me bo një sistem informativ, sepse ajo është njës që 15 vjetë hala su kry, po me shti tash qender diagnostifikuse, me shti AI, me bo gjana s'la të shtu i bota, se nuk janë këto qatë science fiction që është po me ndan dikush. Shumicën e vendeve të botës janë të bome. Edhe treta është arsimi, mendoj që arsimi është fundamenti i zhvillimit të shtetit në secilin aspekt, edhe në shëndësia, në zhvillim ekonomik, edhe në ndërmarrësi, në gjithçka. Arsimin e kena keq jena të fundit në PISA, jena të prodhu
njerëz me diplomë që nuk po janë të mirë në profesionin e vet, unë sum piçu janë alfabet, që i ka thujt kurti, po vërtet nuk po janë të mirë pa faj tyne në shumicën e rasteve. Viktima të sistemit arsimor të dopt. Këtu kena probleme që një shkollë në Sibofc, me një shkollë në Hagasht, me një shkollë në Prishtinë edhe në Gilan nuk komunikojnë me njëra tjetrën, nuk dihet çfarë tu ndodh, prindi me nxënësin edhe me mësuesin nuk kanë ai platformë të mirë komunikimit, po shkruajnë Viber, ashtu kanë ai mesazh. Nuk dihet a ashtu e njeh një arsimtarës, një mësues atë sistemin që duhet, apo komunikon me nxënësin, apo i bën nxënësi detyrat. Këtu një platformë shumë e thjeshtë nevojitet me bëu, edhe pastaj duhet me shti edhe këtu inteligjencë artificiale, se sot një nxënës që përdor inteligjencë artificiale është dikon 3-4 herë ma produktiv, ose me thonë është ma shumë kanë mësim nxënje ma të mirë se sa një nxënës i cili përdor mënyra klasike. Tash unë e përvrej që fëmijët e mi mësojnë pak a shumë njëjtë çka mësuan, edhe unë ku mësoj njëjtë si prindë e mi, a dyja ashtu ecë këtë ndryshe, këtë shpejt, këtë. Po. Të duket që unol koha. Që do 3 të kam arsimin shëndetësinë dhe gjutësinë, jashtë kësajna normal ka dhe shumë procese tjera, po që të 3 menoj që mujmi kisha shty kështë për para. TikTok a televizion, cëla është për ty ma efikase? TikTok. Për fat keq TikTok. Filter a rrudha në fytyrë, a ki problem dhe më thonë? Për fat keq kanë fillu rrudha, ti kom bo dhe vjetë. Sa vjetë i ki bo? 43 edhe pa 44. Ej, që theshin. Ledeke vjetër a ledeke re? Mënoj që mundet më gjithë një kompromis mes dyjave, po normalisht gjithmonë me synu për diçka tre edhe diçka ma të bukur edhe ma hot edhe ma të mirë për inin. Ku vendi a LinkedIni? Unë tash po mundona me oj dyjat. Ku vendini? Ku vendini, po më pëlqej. Po mundona me oj dyjat, sado që puna më ka shkurtu shumë orari, puna primare si inxhinier, si ndërmars, po ku vendim ka bu me uni shumë mirë dhe menoj që muj me dhonë për këtë ku vend, halo. Politikan me kravata, kandidat me hudi? Njerë për njerë jo me hudi, ku më mundu me najt me hudi, unë më kanë kritiku pak që po vesh na pa keq, po përbes që shtu e kam unë në punë me trener. Senatorin në Amerikë, që shkua. Trener ka shkajnë punë. Që a i zveshet kur, dhe më thonë, edhe senator është në Amerikë, a e ka bëhe, po gësë kuk nësot mirë me emna, si do qofta i me hudi shkon edhe o bëhe një farë hiti në Amerikë, është i gatë ka qenë ushtarë. Përbes që ashtu vesh në unë me patika, po njihna marat. Ma mirë, pas pët heq, as pët keq. Edhe pëse thujnë s'ka të keq, si me thonë. Pytjeron, pas po t'i zban, s'po t'i keq mund me t'prodhu pak cringe, pak efekt të tillë. Mos dhe kësha pa ta po një filter në ftyrë, dhe më thonë, baby face. Dje e kom bo një pi gjanave ma cringe. E kish bo dikush, një shok e ma qaj një me një ufshike, një zemrë, ta një dilke në mrema, e ke fantastike, e super cringe. Edhe e kom bo një kësi me kafe, ma bonën emrin, ma shkrytën aty në kafe, në macchiato, edhe e ke fantastike, më pëlqej. A ma mirë deputet që s'full kur, a që full për dit pa lidhi? As njona. Ja, as njona. Përbes edhe deputet që s'full kur, është pak e dhimshme. Janë do që s'fullin kur. Janë do që s'fullin kur, berat po punojnë në komisione. Zbën mja marë hakën edhe atyne. E vërtit. Po, se njerës menojnë që ku vendja qatë delë qatë. Po, ka komisione, ka punë. Po, gëtë kja rruqë më konë edhe në deputet. Di. Zinë të në komisioni e konë. Per ekonomi më konë. Apo, kështu që nëse ata punojnë komisione dhe punojnë gjona tjera. Janë aktiv, mund më konë shumë aktiv. Mund më konë shumë aktiv. Në fakt, kjo platforma në salë kjo është më vëllë pa lidhje, malena. Më full kamera. Më vëllë me popull. Për fat kesh, po. Nëse politikat bëhet bajat, kusht një mën familja, shështnia, a thjesht heshtja, më shku dikon që aty më koqit dikon, me thonë, o, zot. Për fat keq heshtja, unë e kam qef kështu heshtjen, familja më dihmojnë shumë, më mrin ofër, po shëshnia e ka një ndim shumë të mirë, dhe unë se shëshnia ti manë kam të në tokë, përse edhe të ti ka ndiku. Po. Se ti e rrit me ta, edhe ata e nësi njës, se unë jë mësu punë, për shemull pak me mgu, aty drejtar që sa ko ndërmaz, tani këtu deputet, e shëshnia në ata që ka pak të bojnë bajat, po ti majnë kam tokë të nesbe te kudin te, ose diçka, ato duken, për dikon mujnë më duk ofenduse, po në menaj që i ndihmojnë se cilit njeri me tregu që... Kush është njeri ma e afër të yti, dhe më thonë, që se din publiku, që e ka menimin ma të sinqertin që ta jebë, dhe më thonë... Në politik? Jashtë politikës, dhe më thonë, dikush privat që e konsideron menimin e tia, për din që nuk të ban lajka, po kur të kritikon, thush, okej, do na me reflektu. Përbes edhe familja shëshnia që ashtu janë, krejt mi thojnë sanet në ftyrë, dhe me thonë edhe... Baba jam sare këtejsh, atë ku po keq që konë sot? Jo, përbes, normalisht, unë i kam disa kështu
si me thonë, simpatizus si nana që asoj dukna i bukur, është i vetë minjeri mbuh më duket që i dukna i bukur, më nana... Si e bash i pa bukur. Si e bash i bukur e di, po... Si e bash i pa bukur, po nanën tjetër, shumica... Në fund ligës është konkurrenca ashpër për tallëzë. Shumica e njerëzve që i kam, mi thonë sanet, edhe që shtu i kom ndërtu, shoqnin, në punë, jë mundu me ndërtu edhe në familje që me mi thonë sanet tyr. Kritikam një se kam nevoj, edhe me më tregu ku jem të bo mirë, që me ditë me rritë, politik mas shumë ku di lutam ka nejt shumë afër për shkak që shumë se din. Po. Lutam ka nejt gjithmonë mi ka thonë se aty më kanë ndihmu tash konsultohna me secilin. Me nxemaj për cilin kum pas menim këtë ndryshe, më kanë ndihmu shumë në gjatë kohës që kam qenë deputet ai. Domethënë edhe kur s'kom pas me fol diçka ka ardhur ta ka prek atë pullën. Fol diçka normal se ti po fol, edhe ti tani veç kemet edhe ke thonë okay, hajde përgatitna, se aty pastaj duhet me prit ran. Janë disa njerëz që afër që më folin, edhe kësha pas që më shkru ma shumë kritika me të në drejtën. Okej. Çka mendon që ka më ndodh e fundit është që kjo, dhe më thonë, jam kogja një laike, jo obsesionu me zhvillimet në AI e sene, dhe në fund qësoj dekade, a pret ndryshime rejsore të modelit jetës që e bojmë na, apo është thjesht një internet, dhe më thonë që është pak më ndryshe? 4 vjetë pas kanë meta. Po. Këtu kom e tinglu në është pak... frika cak ndaj teknologjisë, po nëse e marrë me këshyr para 3 vjetëve nuk ka ekzistu ChatGPT-a heq. Jo, ka ekzistu në qarqe profesionale, dhe më thonë e kam pas. Sot është bo pjesë përbërse se cilit pineve është të ndiku shumë në industritë muzikës, të filmit, në ekonominë, shëndetësi, për mirë, po në tjetër është të ndiku edhe për keq, të undru vendet e punës. Menoj që në 4 vite ka me ndryshu shumica e profesioneve që sot i kena. Menoj që kanë mund ndërtu disa profesione që se ekzistojnë fare, që sot nuk dina as çka, edhe mendoj që njerëzit që nuk janë tu lexu edhe tu upgrade profesionin e vet, kanë me met në pozitë pa lakmueshme mas 4 vjetëve, mos them kanë me met pa punë ose pa bazament, kështu sidomos në aspektin financiar, kështu që i kisha lut këtë njerëz që ndëgjojnë sot, që tash është momenti më i mirë historik në jetën e tyre që me mësu edhe me përparu. Edhe më i rrezikshëm gjithashtu nëse nuk mëson ose nëse nuk përparon. Numër 23, ka ndonjë kuptim për ty, a e ke gjetë fare kuptimi? Apo se kur të bën një numër që më nuhen më nëna, si më thon me shtëpi. Por vetëm kuptim që kam gjetë që kam pas idol jetësor Michael Jordanin. Michael Jordani, po. Më lidh numri i tina shumë se jam rrit me NBA atë ku kam luajtur shumë basketball. Edhe për mua është sportisti më i mirë gjitha kohërave kështu. Mas Mesit. Për mu është ose në futboll pak qyri. E di. Shumë pak qyri. Jo, është që kjo garë, dhe më thonë, kush është the goat i sportit, dhe më thonë. Vërtet, dhe për mu ajtë që ka bo në sport, jo veç në... Shumë e kom dashtë të dhone. Po në sport, që ka bo, që ka bo sportin cool, po. Edhe që ka bo industrinë, e ka ngrit industrinë e sportit, është i pak krahasueshëm, edhe tash mu krahasu me sportistin më të mirë. Nuk është punë krahasimi, po është punë që ma lidh çaj numër. Po bani dobre, Chicago Bulls me 23 kur shkoj mund. Po gjenerata të reja se nuk din kush shkon Michael Jordan, sot e lidhin me LeBron James, i cili gjithashtu e ka numrin 23. Po. Ani LeBron James përpara, Michael Jordan përpara, shkon intervista çështu. Nashta. Po de. Nashta ja vlen me e bojë. Ja vlen çështu, apo kupton. Se komendu, po ç'ka është numri që më lidh tjetër nuk kam që më lidh. Kom hin ChatGPT besoj s'ka këtë me lidh ma numrin 23 me diçka, me numër të kromozomeve, me numër të asaj, me numër saj, po në që kjo po më pëlqen që kjo. Në fund të ditës, po. Why not? Numër 23 ka, dhe më thonë, Ermali, vëtojeni sa të muni. Edhe pse, unë e kërë bona një sondazh që ato i kam njeni më të minat kanalin tem, gjithka jenë mes 3-4, dhe më thonë, nuk kam as një dyshim, po qështa dhe Ermali, vota është currency, është valutë, është, dhe më thonë, qaj që merë vota ka, dhe më thonë e bandryshimin, kështu që Ermal dëshiroj sukses. Shumë faleminderit. Elojna unë ti çdo intervista çdo 10 vjet e bëjmë ka një. Po para u përlojshim më shumë në apartament. Më se do të më anisë. Domethënë pas më bëu para 10 vjet edhe stash shimin në 2037 e bëjmë një tjetër. Para 10 vjet e kena bëjmë intervista para. Vajt ose 19, kështu që në 2036-37 tek qyrëm çakon atë kohë, që e bëjmë. I kam foto dikon edhe na mojtim pun pa mjekër edhe. Po. Faleminderit shumë. Sponsorët e misionit janë Kafe Pavin, Riga Farm, Holiday Inn, që është rezervë turistike të ndërtimur në Shenzhen edhe Bujala Estate.